Miqtë e mi, a jeni gjendur ndonjëherë në telashe? A jeni përballur ndonjëherë me vdekjen e më pas të keni falendëruar personin që ju ka shpëtuar? Kjo na ndodh të gjithëve, të paktën një herë në jetë. Për shumë vite, personazhi i historisë sonë të sotme besonte se në Vietnam shpëtoi fal një eksperti trajnimi dhe guximit të tij. Por një ditë e mësoi të vërtetën, në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Shtëpia duket mjaft e sigurt, me përjashtim të atij kanalit përballë. Rriqet, 3 anët e gardhit do të na mbrojnë. Që parë vura re se në pjesën perëndimore të shtëpisë pranë gardhit, gjendej një grop mjaft e madhe. Nëse na sulmojnë, mund të fshihemi brenda saj. Mos u shqetëso. Nangët po bëjnë roje. Ata ju urrejnë komunistët, luftojnë deri në fund dhe nuk mashtrohen lehtë. Sa keq që nuk mund ta themi këtë për të gjithë vietnamezët. Çak, sa kohë keqe jeton në këtë vend? 6 muaj, por kam qëndruar në zonën full lock. Në departamentin e rekrutimit? Po, ne rekrutojmë njerëz nga të gjitha fushat e jetës, si druvarët, priftrinjt, kryetarët e fshatrave, fermerët, komunistët, të gjithë pa përjashtim. Do me thënë të gjithë mund të bëhen pjesë e kundër zbulimit. Po ti e kupton do pak vietnamezshë? Jo shumë, por dita dalloj nga kinesëqja. Mos më thuaj, po nangët janë me kombësi kineze. Megjithatë, ata i flasin të dyja gjuhët. Për sa kohë do të bëjnë roje ata? Gjithë natën. Në katin e 2 gjendet një shtrat. E ja shkojmë të bëjmë një sugjumë. Po, do të jetë më mirë se sa të flesh në anije në Okinawa apo në Kasole. Kasole, mendova se antarët e bordit të flotës detare flinin në pislëk thjesht për t'u stërvitur. Po unë jam stërvitur mjaftueshëm. Kam frikë se diçka e madhe na pret përpara, miku im. Ndaj, mbaje gati armën. Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimi e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju ftohet të ndiqni programin me numër 308, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Këto të shtëna nuk janë shenja të mira. Po pra, as mua nuk më pëlqejnë. A na ka ardhur ndonjë informacion nëpërmjet radios nga reparti? Nangët dhe komisariati i policisë janë sulmuar tash. Atëherë kisha të drejtë për të shtënat pak më parë. Prit se kjo nuk është gjë. Sa duket po sulmohet i gjithë qyteti Hju. Po dal jashtë duke u zvarritur për të parë se ç'po ndodh. Idhi një sy nangëve. Vietnamez verior I ke rënë pikës. Janë përtej kanalit dhe po shkojnë nga shtëpia në shtëpi duke vrarë njerëz. E shikoj. Po e tanku. Të gjithë kanë vdekur. E shikoj. Edhe ushtarët tek tanku që po ruanin urën. Mbase janë vrarë më parë nga ushtarë të tjerë. Një koloni e madhe e Vietnamit verior po vjen drejt nesh. Do bëni mirë të dilnim jashtë kësaj ndërtese. Eja, duhet kalojmë në anën tjetër të gardhit. Në orën 3 të mëngjesit të 30 janarit të vitit 1968, personazhi historison ishte oficer marine dhe shërbente në divizionin e flotës së parë detare, në qytetin Hue të Vietnamit. Atë mëngjes, ai u zun befasi nga betejë më e madhe, betejë e Tetit. Në historinë e sotme do të tregohet se si kjo betejë dhe shumë të tjera ndikuan në jetën e tij. Sot do të dëgjojmë historinë e vërtetë të Chuck Koftit, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Kam lindur në Fort Benning të Georgias. Baba im ka qenë marshall në kampin ushtarak Fort Gordon. Prindrit më mësuan gjëra që në të vërtet nuk kishin asnjë vlerë. Nëna më mbështeste, por babai jo. Megjithatë, kur isha fëmijë, mësova shumë gjëra për Perëndin dhe ekzistencën e tij. I mat pinte alkool, kështu që unë u rrita i mbushur me zemrim. Mësova të ndeshesha, edhe mendoja se kjo do të ndihmonte të zgjidhja problemet. Prisja me padurim të mbaroja shkollën që të largohesha nga shtëpia dhe të bësha pjesë e flotës detare. E dija që jeta atje nuk ishte fush me lule, por unë vura në zbatim këshillat e prindërve. Pas trajnimit aplikova për të shërbyer në kazermën e flotës detare në Pensacola dhe më pas në Jacksonville të Floridës, ku së bashku me miq shkonim të kërcenim. Ata më prezantuan Lenorën, e cila ishte një zënjush e vërtet. Shumë ndryshe nga vajzat e tjera që kisha takuar më parë.
U lidhëm shumë me njëri tjetrin dhe në vitin 1958, 2 muaj pasi ishim njohur u martuam. Pas një viti erdhi në jetë djali i parë. Djali i dytë lindi sapo djali i parë mbushi vitin. Më pas u shpërngulëm në ishullin Paris, vendi ku erdhi në jetë vajza. Kur u martuam, Lenora nuk e dinte që unë zemrohesha edhe grindesha kur pija. Çak, çfarë ka ndodhur? Pse je mbuluar i gjithi me gjak? U zura me një djalë në lokal. U zure me një djalë? Duhet ta kishe parë fytyrën e tij. Po për çfarë u zut? E rëndësi ka. Burri që është burr nuk lejon askënd ta ofendoj. Shpresoj të mos më trajtosh edhe mua në të njëjtën mënyrë. Sigurisht që jo, Lenora. Ti e gruaja ime. Babai im nuk grindej asnjëherë me të tjerët. Madje as zërin nuk e ngrinte. E po, babai im ishte ndryshe. Edhe ti mos harro që babai yt u largua nga ju kur ishe ende e vogël. Më vonë ai mund të ketë ndryshuar. Vështirë se mund ta besoj këtë. Ai na lexonte histori nga Bibla. Asnjëherë nuk e kam kuptuar arsyen pse na la. Mirë. Ti mos u shqetëso se unë nuk kam për të braktisur. Tani, ktheje një gotë me mua. Faleminderit, po nuk dua. A tani, unë po festoj. Sot kam aplikuar për çrbyer gjatë gjithë kohës në flotën detare. Po bën shaka apo jo? Jo, nuk po bëj shaka. Aty kam për të bërë karrierë. Më vonë edhe Lenora do të shërbente. Por komandanti i saj do të qëndronte më lart në pozitë se imi. Dhe një ditë ai do të ishte edhe komandanti im. U shpërngula në Okinawa për të shërbyer në divizionin e flotës së tretë detare. Dhe qëndrova larg familjes për gati 1 vit e gjysmë. Lenora ishte një bashkëshorte dhe një nënë mrekullueshme. I kishte edukuar mirë fëmijët. Pasi shërbeva për një kohë të shkurtër në Albani të Georgias, bëra kërkesë për të shërbyer në shtabin e përgjithshëm në Washington DC. Atje më dhan postin e arreshterit dhe më pas më ngritën sërish në detyrë. Je bërë oficer i flotës detare? Po ky është lajm madhështor, Çak. Mos harro që je martuar me një oficer, Lenora. Ndaj mbaje kokën lart. Shpresoj të qëndrosh larg zënkave tani. Ç'të thua? S'ka më zënka lokaleve. Po ti prit zemër se ende nuk kam mbaruar. Pa njerë. Do të më trajnojnë si agent të kundër zbulimit. Agent kundër zbulimi? Është e rrezikshme, Çak. Por është e domosdoshme për ata që shërbejnë në luftë. Trajnimi përfundoi në vitin 1967. Edhe kështu më dërguan në Vietnam për të shërbyer në divizionin e flotës së tretë detare. 6 muajt e parë qëndrova në Phu Loc, që ndodhet në jug të Phu Bait. Atje punova me 2 rreshterë dhe 3 përkthyes. Ne i mbanim trupat e kundër zbulimit në një zonë të nëndheshme, që arrinte deri në luginën Ashau. Më pas në 28 janar të vitit 1968, u shpërngula në qytetin Hue për një shërbim të veçantë, ku punova me disa spion të infiltruar. Ali ishte një nga agentët e kundër zbulimit të flotës detare që duhet të stërvisja. Këtë mëngjes do të bëhet një mbledhje në shtabin e përgjithshëm të ushtrisë së Republikës së Vietnamit. Do të bëhen shumë lëvizje, ndaj do të kemi mundësinë të zbulojmë informata të reja. E di, edhe më kanë dhënë një armë tjetër. E ke fjalën për revolver 9 mm-she? Po, megjithëse nuk është e preferuar e ime. Ajo që prisja ishte një 45 mm-sh. Shpresoj të gjejmë drogë, jo thjesht cigare. Je informuar mbi të rejat e fundit? Di që armiqt atje po bëjnë lëvizje të mëdha. Po ashtu edhe në luginën Ashau. Kam qenë atje me shoqërinë Lima duke kërkuar një kamp të burgosurish. Një ish ushtar na tha se atje mbaheshin 2 amerikan. Po flet për dhomën e ndënjes së Charlit, apo jo? Pikërisht për atë. Kompleks shumë i madh, me 30 ndërtesa të bëra me dru bambuje, të cilat i dogjëm. Megjithatë, kur mbërritëm atje, kafazet e tigrave ishin bosh. Duhet të jenë larguar kur kanë marrë vesh për ardhjen tuaj. Ai është një vend shumë i mirë për kampe të burgosurish, sepse pranë gjendet një përruaj i rrëmbyeshëm, i cili e bën të vështirë dëgjimin e zhurmave. Nuk qëndruam gjatë sepse ishim të pakt në numër. Ty grupet e vegjël nuk mund të krahasohen me një batalion dhe mendoj se drejtuesi ka bërë zgjedhjen e duhur. Tani bëjmë mirë të shkojmë në mbledhje. Atë mëngjes në qendrën e shtabit të përgjithshëm, morëm informacione të ndryshme nga këshilltari amerikan në ushtrinë vietnameze, edhe gjithashtu edhe nga spionët e infiltruar.
Megjithatë nuk dinim asgjë përfundimtare për lëvizjen e trupave ushtarake. Mëngjesin tjetër disa agjenci u mblodhen për të diskutuar mbi planin e evakuimit. Më pas, unë dhe Ali u kthyem në vendin ku fshiheshim për të djegur të dhënat burimore. Ali, do ta kemi keq punën nëse këto të dhëna janë të vërteta. 15 deri në 18 grupe në madhësinë e një batalioni? Është një numër shumë i lartë. Problemi është që burimet e ndryshme mund të na ngatrojnë dhe të raportojnë të njëjtat njësish. Sidoqoftë mund të futemi në telashe shumë të mëdha. Dhe nëse nuk ekziston një plan evakuimi, Ta them unë që nuk ekziston. Ja pse po i djegim të dhënat. e kujt ishte ideja që largimi të bëhej natën me helikopter? Është një plan shumë absurd. Vetëm ti kishe parë fytyrat e tyre, miku im. Kur i pyete se si do të mund të dallonte natën një helikopter, një grup ushtarësh, me armët e zjarrit, raketat ndriçuese dhe me murtajat që shpërthenin. Ne jemi 2 agjentë informator të flotës detare. E ç'dim ne për planet e evakuimit? Unë di të them vetëm që këtu ka për të plasur një luftë e madhe. Më pas u vendos që unë dhe Ali të mos qëndronim më së bashku në vendin ku fshiheshin agjentët e flotës detare. Unë do të qëndroja me 2 djemë të tjerë, Markun dhe Levin, spiun të një agjencie tjetër. Atë natë vietnamezët verior na sulmuan, duke nisur kështu betejën e tetit. Fillimisht ata vranë doktorët, avokatët, edhe nënpunësit e lartë të qeverisë, në mënyrë që të zhduknin drejtuesit e vendit. Ndërsa ne së bashku me 2 amerikanë dhe 5 nang, jam mbathëm përmes gropës që ndodhej pranë gardhit. Jam mbathëm duke kaluar në pjesët e pasme të shtëpive dhe nëpër rrugica, derisa mbërritëm në një rrugë, e cila ndodhej 2 bloqe larg në jug të kanalit. Pranë rrugës ngritëm syt dhe pam një kontingjent të madh trupash ushtarake. Kjo nuk na lejoi të kalonim në anën tjetër të rrugës. Megjithatë, as prapa nuk mund të ktheheshim. Kështu ecëm majtas në drejtim të lumit parfum. U gjendej vetëm një ndërtesë një katëshe që rrethohej nga një mur gati 2 metra i lartë. I kërcënuam banorët e ndërtesës dhe u përpoqëm të fshiheshim. Hyni brenda, shpejt! Shpejt! Mund të fshihemi në tavan. Eja, më ndihmo të shtyj dollapin e rrobës. Shin nga dritarja. Ata janë mbledhur të gjithë dhe janë me qindra. Dritët në rrugë ishin ngjyrë portokalli e zbet. Dhe ne mund të shihnim trupat ushtarake të Vietnamit verior, që gjendeshin thuajse 30 metra larg dhe po zbarkonin. Ishim në një situatë shumë të vështirë. Kishim ngecur në kompleksin e madh, në dhomën e ndenjës së Charlit. 4 prej tyre u afruan shumë pranë grilave të dritareve. Pa pritur një prej tyre hapi derën e pasme me forcë, dhe Marku hapi zjarr duke e vrarë atë. Unë shkova tek dera dhe vrava 3 të tij. Pas pak do të dëgjojmë përfundimin e kësaj situate të vështirë dhe të rrezikshme. Predha bazuke shpërtheu në pjesën e përparme të shtëpisë, duke shpërndar saç me plumbi në të gjitha anët, por jeleku antiplumb më mbrojti. Lagët ishin sipërfaqësore, por disa prej nagëve që bënin roje u vranë. Në zonën ku ne ndodheshim, armiqt po azgjësoheshin një nga një, dhe forcat kryesore të ushtrisë së Vietnamit verior nuk po e kuptonin se nga vinin të shtënët. Kështu që unë dhe Marku jam mbathëm fshehurazi. Më pas u përballëm me disa ushtarë të tjerë, duke hyrë në 2 luftim me ta. Dhe kur po largoheshim, Marku plagosi këmbën. Si e ke këmbën? Më dhëm shumë. Të paktën tani për tani jemi të sigurt. Shiko! Ata po gërmojnë bunkerët për te kanalit. Kështu mund t'i zënë në prit trupat tanë. Asa do doja të kishim një radio ormik edhe të raportonin pozicionin tonë duke kërkuar për forcime. Ndërsa unë do doja shumë të kisha kutin time me veglat e gatimit. Po pra, edhe unë. Sa i marrë që jam. Pasi e çmontova e lash në pjesën e pasme të shtëpisë ku qëndronin. Dëgjoj, trupat tanë ende po luftojnë. Shpresoj të na gjejnë para se armiku të na kap. Lëvizëm disa herë, duke qëndruar të fortë për disa ditë, derisa etja për ujë na shtyu të dilnim jashtë. Në një bunker gjetëm disa vietnamezë jugor, të cilët na dhanë ujë dhe na u përgjëruan të largoheshim, sepse në të kundërt trupat ushtarake të Vietnamit verior do t'i vrisnin ata dhe familjet e tyre.
Kaluam në një rrugicë të vogël për të shkuar në Institutin Kines të Mësimdhënies, ku thyem drynin dhe unë gjitëm në katin e dytë. Trupat ushtarake gjendeshin në të gjithë terrenin. Dhe ne u fshem tek pjesa e shkallëve që gjendeshin në pjesën e jashtme të institutit. Mund të na kapnin rob ose të vdisnim shumë lehtë. Në mëngjes dëgjuam të shtënë armash dhe mortajash, dhe ata po të rriqeshin vjedhorezi në kanal. Unë dhe Marku dolëm nga shkallët gati për të larguar. Po dëgjoj të shtënë automatiku. Edhe unë. Mendoj se trupat e flotës detare po vinë me forcë drejt nesh. Ja, pse trupat e patrullimit të Vietnamit Verior kanë gjithë mëngjesin që përpiqen të fshihen. Shiko, ata po të rriqen përtej urës. Një marinar. Duhet lart. Nuk do e përsëris më. Ne jemi amerikanë, ormik. Ulini armët dhe vendosini duart prapa kokës. Në rregull. Por ne jemi amerikanë. Jemi fshehur nga armiqt. Do merret kapiteni me këtë punë. Tani marsh, përpara. Kishin kaluar vetëm 8 ditë që kur betejë në qytetin e Hughit kishte filluar dhe ne kishim qenë gjatë gjithë kohës në lëvizje për t'u fshehur. Të dy ne mbanin veshur rroba civile që tashmë ishin të grisura dhe të mbuluara me gjak. Kështu ai mendoi se ne ishim spion rus ose këshilltar çek. Ai na shoqëroi me armën drejtuar nga ne drejt një shtëpie të madhe, që ndodhej pranë lumit parfum. Ju të dy jeni raportuar si agent që kanë humbur gjatë shërbimit. Tani duhet kishit vdekur. Jemi gjendur disa herë në rrezik, por ja kemi dalë. Po me Levin çfarë ndodhi? Një agent i infiltruar vietnamez na tha se e kishin parë të zënë në ropë. Ndonjë të dhënë nga Ali? Edhe ai ka humbur gjatë shërbimit. Dhe mund të jetë zënë në ropë gjithashtu. Shtëpia ku ai strehoi është sulmuar. O zot. Tani më tregoni pak si arritët t'ia mbathnit. Fillimisht kemi nevojë të kërkojmë përforcime. Kemi parë që trupat ushtarake të Vietnamit Verior po ndërtojnë bunker për gjatë kanalit. Reshter, merr radion dhe kërko koordinatat që ata do t'ju japin. Batalioni dha urdhër për të marrë armë zjarri të rënda nga Fubai dhe nga anijet e zbarkuara gjatë vijës bregdetare. Më pas na çuan në një ndërtesë tjetër, ku kaluam natën dhe ditën tjetër na dërguan në një spital. Pas 3 ditësh, u riktheva në detyrë për të përfunduar shërbimin. Lenora kishte marrë pjesë në betejë të ndryshme dhe ishte zënë rob. Pasi u kthyem në shtëpi, bura re disa ndryshime të vogla tek ajo, por nuk folëm rreth tyre. Nuk kalova shumë kohë në shtëpi dhe në vitin 1970 shkova për të shërbyer për një kohë të shkurtër në Vietnam. Më pas u riktheva në shtëpi. Kësaj here ndryshimi tek Lenora ishte shumë i qartë. Kur isha fëmijë, dëgjova një predikim të fortë mbi parajsën dhe ferrin, të cilin asnjëherë nuk arrita ta harroja. Gjatë viteve, zemra ime u mbush me frikë dhe shpesh mendoja për martesën edhe vdekjen time. U ktheva tek Perëndia. Fillova të merrja pjesë në një studim biblik për gra, dhe atje kuptova se kisha nevojë të shpëtohesha. Një nga gratë, e cila ishte e përkushtuar ndaj Perëndisë dhe rrezatonte prezencën e tij, më tregoi se si mund të shpëtohesha. Ajo më lexoi nga letra drejtuar Efesianëve, kapitulli 2, vargjet 8 deri në 10. Sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar, nëpërmjet besimit, dhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndisë, jo prej veprave që askush të mos mburret, sepse jemi vepra e tij, e krijuar në Krishtin Jezus, për vepra të mira që Perëndia i përgatiti që më parë. Rash në gjunjë, e penduar për mëkatet e mia, dhe i kërkova Perëndisë të më shpëtonte. Kjo ndodhi në vitin 1969. Nga entuziazmi, fillova t'ju tregoja të gjithëve për lajmin e madh të shpëtimit. Por kur Çaku u kthye nga Vietnami, ju luta Perëndisë dhe prita që ai ta përdorte ndryshimin që kishte ndodhur tek unë për ta sjellë Çakun më pranë tij që të shpëtohej. Zemër, jam shumë e gëzuar që je kthyer në shtëpi shëndoshe mirë. Ta dish ti sa herë jam gjendur në rrezik. E po, Zoti ka qenë me ty. Në fakt, shumë njerëz sakrifikuan jetën e tyre për të më mbrojtur. Ata ishin personat që Perëndia përdori. Ai është arsyeja pse je ende gjallë. Edhe jam e lumtur që të shpëtoj. A nuk është e çuditshme që jemi sërish në shtëpi? Është shumë madje.
Ne ndërrojmë që të kthehemi në botën e vërtet. Tani që jemi kthyer, kjo botë nuk duket si e tillë. Sidoqoftë sonde dua të festojmë. Dua vetëm të kërcej dhe të harroj luftën. Çak, ka disa gjëra të së shkuarës që nuk mund t'i bëjmë. Për çfarë ke fjalën? Për të shkuarit në lokale dhe për alkolin. Unë, E pse jo? po ja, kam marrë pjesë në një studim biblik, edhe kam lexuar Biblën. Shkoj gjithashtu në një kishë të vogël edhe kam mësuar se duhet të jetojmë ndryshe, Çak, jo si bota. Por, Lenora, unë kam shkuar në kishë kur kam qenë fëmijë. Edhe unë. Megjithatë asnjëherë nuk e kam ndjerë Zotin kaq pranë. Dua që fëmijët ta njohin atë. Ndaj kam shkuar në kishë çdo javë. Të lumt. E diti që të gjitha ato janë vetëm rregulla dhe gënjeshtra? Çi hipokrit. Unë nuk dua të jetoj me një bashkëshorte besimtare. Unë e dua Zotin, po ashtu edhe ty. Përse nuk provon t'i dorëzohesh Jezusit? Ne kaluam shumë vështirësi në martesën tonë. Dhe për shkak të detyrës së re, Çaku hoqi dorë nga alkooli, por jo për shumë kohë. Doja t'i bindesha Perëndis. Prandaj, si bashkëshorte e nënshtruar, bëja çdo gjë që Çaku më kërkonte. Lenora kishte ndryshuar shumë. Nuk e dija nëse duhet të ndahesha prej saj apo jo. Në atë kohë qëndroja shumë indiferent ndaj saj dhe fëmijëve. Megjithatë, kur ajo më fliste për Perëndin, ndija prezencën e diçkaje që nuk e kuptoja. Tani isha komandant i skuadrës së 6 të kundër zbulimit, qendra e së cilës ndodhej në Kaliforninë Jugore. Kur të burgosurit e luftës në Vietnamin Verior u lanë të lirë në vitin 1973, mua më ngarkuan të punoja në spitalin ku kuroheshin anëtarët e flotës detare. Në Oakland të Kalifornisë. Ne i merrnim në pyetje ishte burgosurit dhe me anë të tyre, zbulova që Ali kishte vdekur nga plagët e rënda në Ho Chi Minh, ndërsa Levi ishte mbajtur si i burgosur për 5 vjet. Një herë, shoqërova një oficer marine në shtëpi, ku bashkëshortja e tij tashmë jetonte me një burr tjetër. Qëndrova në Hanoi Hilton për 5 vjet. Me shpresën që një ditë do të mund të kthehesha në shtëpi te gruaja dhe fëmijët e mi. Ka kaluar shumë kohë, zotri. Çdo ditë bëja 100 pompa në qiri, në mënyrë që ta mbaja trupin në formë. Kjo është arritje e madhe nëse do të merrje në konsiderat ushqimin e pak që merrnit atje. As kafshëve nuk mund t'ua jepi atë lloj ushqimi. Kur ju marrë në pyetje dhe dëgjoj historitë tuaja zemërohem. Duhet të na kishin lënë ta shpartallonim Hanoin. O të paktën arrita të mbijetoja. Ajo që më jepte shpresë për të vazhduar përpara ishte kthimi te gruaja dhe fëmijët e mi. Jo, nuk mund të hiqja dorë. E po, ja ku erdhëm. Kjo nuk mund të quhet më shtëpi, sepse është bosh. Ime shoqja është larguar për të jetuar me dikë tjetër dhe ka marrë edhe fëmijët. Oh, jam i humbur. Po tani çfarë do të bëj? Nuk kisha parë asnjëherë një burr aq të dëshpëruar. U thova sërish me të dhe ai filloi të kujtonte gjëra që nuk kishin asnjë kuptim. Më vonë kjo situatë u përsërit edhe shumë herë të tjera. Shikoja se si burrat që kishin qenë të fortë në fushë betejë dorëzoheshin të dëshpëruar para syve të mi. E kisha jashtë mase të vështirë. Po unë pse nuk kisha përjetuar dhimbje të tilla? Martesa ime nuk u ndikua as pak nga kjo gjë. Megjithatë, personalisht nga ana emocionale kisha prekur fundin. Në 4 qershor të vitit 1973, u ktheva në shtëpi dëshpëruar. Zemër, të kam përgatitur kafen. Faleminderit, por nuk dua. Nuk do hash mëngjes para se të ikësh në punë? Nuk do të shkoj. Nuk do shkosh? Po pse? Sepse nuk mundem dot më, Lenora. Nuk mundem. Zemër, po çfarë ke kështu? Ata burra aq guximtar. Është e tmerrshme të dëgjosh se sa gjëra kanë kaluar gjatë kohës që janë mbajtur si të burgosur lufte. Jam e sigurt që është e tmerrshme. Jo, ti nuk e merr dot me mend. Edhe ti ke pasur vështirësitë tua, Çak.
Ashtu është, por nuk kam qenë asnjëherë i burgosur lufte. E di, Lenora, i kam parë kafazet e tigrave se si janë, edhe shpellën ku amerikanët mbajshin ropë. Gjithandej mund ndjeje prezencën e vdekjes. Eja, zemër. Eja, bëjmë një shëtitje së bashku. Do të bëjmë mirë. Zot, ai ka shumë nevojë për ty. Hapi sytë e tij, të lutem. Bëje të fortë, sepse nuk do ta ketë lehtë. Të lutem atë, shpëtoje. Afroje pranë vetes tënde. Dhe shpëtoje. Nga data 4 deri në 6 qershor, qava pa pushim. Lenora më qëndroi pranë dhe më dha ngushëllime dhe dashuri. Po kaloja një krizë nervore. Por Lenora e dinte që Perëndia do të merrej me zemrën time të dobët dhe krenare. Në mbrëmjen e 6 qershorit, mora një vendim. Ku po shkon? Në spital, do të takoj një neurolog. Pse? Sepse po shkatrohem, Lenora. Kam nevojë për ndihmë. Po ty nuk të duhet një neurolog, Çak. Ti ke nevojë për Perëndin. Lenora. Eja, ulu dhe kërkoj Perëndis të falë për jetën mëkatare që ke bërë. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 3, vargu 16 thuhet, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa tha birin e tij të vetëm lindurin, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Thuaj Perëndis që pendohesh për mëkatet. Edhe kërkoj Zotit Jezus Krisht të bëhet shpëtimtari yt. Jezusi e luftoi betejën më të madhe për shpirtin tënd. Ai dha veten që ti të kishe një jetë të re. Mos e refuzo sakrificën e çmuar që ai bëri. Perëndia të do, edhe të shiron që ti të bëhesh fëmia i tij. Ai do të shpëtoj, edhe kështu beteja do të përfundoj, Çak. Për herë të parë ja vura veshin si me shoqe. Dhe atë të mërkur pas dite, ajo më drejtoi tek froni i Perëndis. U luta pas saj edhe Perëndia më shpëtoi. Fryma e tij zbriti tek unë dhe e shëroi zemrën time të thyer. U përlota. Paqja që ndjeja ishte e papërshkrueshme. Të shtunën shkova me të në kishën e vogël që ajo kishte frekuentuar prej 2 vjetësh. Nuk e dija që antarët e kishës ishin lutur për mua për një kohë të gjatë. Jezusi tha, unë jam udha e vërteta dhe jetha. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Ai nuk tha se ishte një nga udhët apo mënyrat, por tha, unë jam udha. Pra, nuk ka asnjë mënyrë tjetër për të shkuar tek Ati Perëndi përveç se nëpërmjet birit të tij, Jezus Krisht. Tek Ungjilli i Gjonit, kapitulli 10, ai e përshkruan veten si dera e deleve. Unë jam dera. Nëse dikush hyn nëpërmjet meje, do të shpëtohet. Do të hyjë, do të dalë dhe do të gjej kollot. Në Krishtin keni liri, sepse ai pagoi pagën e mëkatit tuaj. Kur jeni në Krishtin, armiku nuk mund të fajsojë më me turp dhe keqardhje. Bibla thot, tani pra, nuk ka asnjë dënim për ata që janë në Krishtin Jezus, që nuk ecin sipas mishit, por sipas frymës, sepse ligji i frymës i jetës në Jezus Krishtin më shliroi nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes. Nëse doni të keni liri nga ligji i mëkatit dhe i vdekjes, ejani dhe dorëzojeni jetën tuaj Jezusit. Ka ardhur koha. Koha për çfarë? Të dalësh përpara, edhe t'ju tregosh të gjithëve që ditën e mërkur u shpëtove. Si ta bëj këtë gjë? Thjesht, dil përpara. Si oficer marine, unë isha mësuar që të zbatoja urdhrat dhe çdo lëvizje e bëja me saktësinë më të madhe. Dola përpara, qëndrova para altarit, bashkova thembrat dhe prita. Përse keni dalë këtu, zoti Kofti? Sepse ma kërkoi ime shoqe. Të mërkurën pranova Krishtin si shpëtimtarin tim. Aleluja! Aleluja! Amen! Aleluja! 3 burra erdhën dhe më përqafuan. Kjo nuk më kishte ndodhur kurrë më parë, por Perëndia më tregoi se sa shumë ata kujdeseshin dhe më donin.
Me njëherë humba 3/4 e fjalorit tim. Nuk përdore më fjalë të pahishme. Hoqa dorë nga alkooli dhe shumë shpejt edhe nga duhani. U gëzova shumë, sepse Jezusi më kishte bërë pjesë të ushtrisë së Perëndisë. Dhe tani unë jam ushtari i tij. 1 vit e gjysmë pas shpëtimit, Perëndia i foli zemrës time për të shërbyer me kohë të plot. Në vitin 1979, pasi kisha shërbyer për 22 vjet, u tërhoqja nga flota detare. Më pas fillova shkollën biblike. Deri në vitin 1986, shërbeva si pastor në Decatur të Alabamës, por hoqa dorë për të bërë ungjilltar, gjë të cilën e dëshiroja shumë. Tani ndaj ungjillin e Jezusit dhe inkurajoj shumë të rinj pastor që përballen me vështirësi të ndryshme. Jam i martuar prej 49 vjetësh dhe Perëndia e ka mbjell farën e tij edhe tek fëmijët tanë. Për 23 vjet kam udhëtuar duke ndarë të njëjtin mesazh shprehse me ata që jetojnë në dëshpërim. Ky mesazh thotë: Jezusi do t'ju bëjë të lirë, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Dëgjues të dashur, i njëjti mesazh për shpengimin ju ofrohet edhe ju të gjithëve. Princi i paqes erdhi që ju të keni jetë dhe ta keni atë me bollëk. Për të pranuar dhuratën e Perëndisë, dëgjoni fjalët e tij. Tek Ungjilli i Gjonit nga kapitulli 5 në vargu 24 thuhet: Në të vërtetë po ju them, ai që dëgjon fjalën time dhe beson atë që më ka dërguar, ka jetën e përjetshme dhe nuk vjen në gjyq, por ka kaluar nga vdekja në jetë. Nëse keni nevojë për ndihmë apo këshilla në marrjen e këtij vendimi jetë ndryshues, ju ftoj të na shkruani në Radio 7, kutia postare 2914 Tiranë, ose më na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programin me numër 308. Kjo ishte historia e vërtetë e Çakovtit. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta, se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj. Ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.